Kjo është mundësia e parë e zotit Berisha që për të shkuar deri Shtetet Bashkuara, që pas heqjes të nëngratës pas 5 vitesh, që nga momenti që ju vendos nëngratët dhe u dizajnua nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe nga ana tjetër konfirmohet nga burime brenda Partisë Demokratike. Kam komunikuar me disa zyrtarë të Partisë Demokratike në këto minuta që nga momenti kur ishim së bashku në lidhje të drejtë nga Partia Demokratike për këtë çështje dhe konfirmojnë që ka marrë një ftesë zoti Berisha dhe po përgatiten për udhëtimin e tij drejt Shtetet Bashkuara, ku zoti Berisha pas asaj ngjarje që ndodhi me shpallën non grata, gjithë odises që ai zhvilloi me çarjen e fortë që mori edhe për në Partinë Demokratike, tashmë është rruga ka marrë një dritë jeshile, më themi, semafori është në dritë jeshile, do të shohim nëse do ta kap apo jo dritën jeshile për të shkuar deri në datën 9 shtator në SBA. Dhe si komunikohet në këtë rast? Partia Demokratike vë në dieni që i ka ardhur një ftesë e tillë kryetarit të saj Sali Berishës, do duhet njoftuar institucionet shqiptare, do duhet viza mbi të gjitha nga ambasada amerikane? Do duhet që të komunikohet si me ambasadën amerikane, që të jetë e njohur edhe ambasada e Shtetit Bashkuara, pavarësisht se nga ambasada këtu i erdhi konfirmimi zoti Berisha që mund të thojë në Shtetet Bashkuara, por sërish do duhet që të kërkoj një vizë speciale. Shtetet Bashkuara kanë një regjim vizash për çështje të ndryshme që u thon kanë specifika të ndryshme, dhe zoti Berisha do duhet që të dorëzoj pasaportën në ambasadën e Shtetit Bashkuara për një vizë. Nga ana tjetër duhet njoftuar edhe Ministria e Jashtme, ndërkohë kjo letër ka shkuar edhe në kuvend, edhe kuvendi i Shqipërisë është i njoftuar për deputetin lëvizjen e mundshme. Për lëvizjen e mundshme të deputetit Sali Berisha për të shkuar drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto data. Por duhet të shtoj edhe faktin që zoti Berisha, që në momentin kur ju hoq nëngrata në muajin qershor, ka pohuar disa herë që në shtator, në vjesht, mund të kemi një udhëtim të tij drejt Shtetet Bashkuara dhe do të vendoste një agjend, dhe është gjendur kjo dritare që zoti Berisha si pjesë e antar i IDU-s, si në kryesimin e Partisë Demokratike, por edhe si zëvend president i IDU-s, të jetë pjesë e delegacionit që do të shoqërojë gjithë antarët e tjerë dhe të bëjë këtë udhëtim. Udhëtimin e tij të parë drejt Shtetet Bashkuara të Amerikës, që të minimalisht që prej 2021-shit kur e kishte të pamundur e në vim.